dhe e përgëzon atë duke i thënë në ato momente, ata të cilët thanë se Zoti ynë është Allahu dhe qëndruan në të, u zbresin me laçe, të cilat u thonë për ju nuk ka frikë dhe as pikëllim në ditën kur të dilni para Allahu te bareke ve taala. Gëzimet e besimtarit nuk janë të kufizuara vetëm në këtë botë. Gëzimet e besimtarit vazhdojnë të jenë edhe në botën tjetër. Gëzimi i parë të cilin besimtari e përjeton duke qenë në qysh në këtë botë është momenti kur ati i vjen me laçe e vdekjes për t'ia marrë shpirtin dhe e përgëzon atë duke i thënë innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Në të vërtetë ata të cilët thanë se Zoti ynë është Allahu, në ato momente ata të cilët thanë se Zoti ynë është Allahu dhe qëndruan në të, dhe ishin të qëndrueshëm në rrugën e Allahut te bareke ve taala, në ato momente atyre u zbresin me laçe të cilat u thonë se mos keni frikë dhe mos u pikëlloni, për ju nuk ka frikë dhe as pikëllim në ditën kur të dilni para Allahut te bareke ve taala. Nuk ka frikë dhe as pikëllim për atje ku jeni nisur. Dhe Allahu juve, pra qysh në këtë botë ende pa i dalë shpirti, ju përgëzon me xhenetet të cilat ai u pati premtuar sa ishit gjallë dhe sa ishit në këtë botë. Ky është përgëzimi i parë të cilin besimtari e përjeton në momentin kur e merr rrugtimin e tij për tek Allahu te bareke ve taala. Kurse gëzimi i dytë është gëzimi kur besimtari e merr librin e tij nga ana e djathtë, e merr librin e tij dhe e shfleton atë dhe e sheh se ai është i mbushur me punë dhe vepra të mira. Në ato momente ai gëzohet për arsye se vjen momenti kur ai futet në xhenet. Vjen momenti kur ai tani më nuk ka asnjë frikë për të. Vjen momenti kur ai do t'i përjetoj kënaqësitë e Allahut te bareke ve taala. Dhe ky është momenti më i gëzueshëm për besimtarin. Pra ky është momenti për të cilin besimtari punon qysh në këtë botë që ta përjetoj në botën tjetër, të futet në xhenetin e Allahut te bareke ve taala, në xhenetin në të cilin nuk ka më vdekje, në xhenetin në të cilin nuk ka më vështirësi, në xhenetin në të cilin nuk ka më lodhje, nuk ka më pikëllim, mirë po në atë ka kënaqësi, në atë ka lumturi. Aty është synimi i çdo besimtari që synon të arrijë qysh në këtë botë. Andaj e lutim Allahun te bareke ve taala që të mos na privoj nga gëzimet me të cilat i ka premtuar besimtarit në këtë botë dhe në botën tjetër. E lutim Allahun te bareke ve taala që të na bëjë për atyre të cilët librin e tyre e marrin nga ana e djathtë dhe për atyre të cilët i lexojnë veprat e tyre të mira dhe për atyre të cilët futen në xhenetin e Allahut te bareke ve taala. E lutim Allahun që të na bëj të qëndrueshëm, të na bëj të fuqishëm në fenë e tij dhe që nga kjo botë të dalim faqebardh, të falur nga ana e Allahut te bareke ve taala.